2 dënime me burgim të përjetshëm dhe një me 30 vjet heqje lirie janë vetëm hapi i parë i një procesi që për drejtsinë kosovare mbetet ende i papërfunduar. Megjithse 3 pjesëtar të grupit terrorist për sulmin në Banjsk u dënuan nga gjykata themelore në Prishtinë, 42 të dyshuar të tjerë, përfshirë edhe organizatorin Milan Radojčić, vazhdojnë të jenë të pakapshëm për drejtsinë kosovare. Në këto rrethana, njohës të çështjeve të sigurisë thonë se Kosova duhet të mbështetet tek mekanizmat ndërkombëtar, duke kërkuar edhe presion më të madh diplomatik ndaj Serbisë. Duhet Kosova me mish ndërkombëtar të bashkëndoj aktivitetet që bashkia ndërkombëtare të bëjë presion të shtuar Serbisë që ajo të dorëzoj ose spaku të mos e mbrojë Radojčićin në mënyrë që të jetë i çastshëm për drejtsinë kosovare. Përveç presionit diplomatik, një prej mekanizmave është edhe ndjekja ndërkombëtare përmes institucioneve policore. Por rëndësia e Interpolit është shumë e madhe në kuptimin që ndihmon si organizatë ndërkombëtare si policisë, ndihmon në fletërështimin për personat nëse paraqet dhe natyrisht të gjitha vendet, shtetet të cilat janë anëtare organizatës Interpolit kanë obligim që po që se këta persona të akuzuar e që janë në shohet fletërështim për ta kërkesë ndërkombëtare. Interpolit duhet ato shtetet i dorëzojnë. Por sipas Çollakut, patrysni të jashtme ndaj Beogradit, pritjet për bashkëpunim mbeten të vogla. Këto rrethana dhe kushte është jo reale me prit, por me një trysni të shtuar, thash të bashkisë ndërkombëtare dhe kushtimet që mund t'i bëhen Serbisë në format e asociimit që pretendon Serbia të antarësohet në Unionin Evropian dhe në forma tjera të asociimit, t'i bëhet një trysni më e madhe në nivel të kushtimit që po qëse nuk dozohen këta të dyshuar dhe se ishte akuzuar, atëherë Serbia nuk do të gëzoj benefitet të shumta. Një mundësi tjetër sipas tij është që çështja e Banjskës të lidhet edhe me dialogun Kosovë-Serbi. Ish dashur të jetë një element tani shtesë në atë agjendën e dialogut që pa i dorëzuar të dyshuarit, përkatësisht të akuzuarit, pra bëhet fjalë konkretisht për Radojčićin dhe bashkëpunëtorët e parë të tij, nuk mund të hyhet në dialog. Mirë po, ky kurzim i dialogut do të bëhet nga ana e bashkisë ndërkombëtare. Sulmi terrorist në Banjsk të Zveçanit ndodhi me 24 shtator 2023, ku mbeti i vrarë rështeri i policisë Afrim Bunjaku.